Firma EcoAl 15 vite me ju ofron një gamë të gjëra asortimentesh të aluminit, PVC, parmakve, veranda e shumë prodhimeve të tjera. Ofrojmë sistemin kombi prej profileve PVC Salamander, prodhim gjerman, cilësi e veçantë është termoizolimi, dhe rrëshqitse 3 kapakshe të profileve M450 me termoizolim. Xham kundër rrezeve të diellit dhe veçantia e saj është jo limit në përmasa. Dritare 2 kapakshe me roletna dhe me grilla, dyer paneli dhe klasik. Lloje të ndryshme të parmakve për balkon dhe shkallë, shitje me shumicë të gjitha profileve, paneleve dhe materialeve për parmak. Realizojnë punime ndërtimore, çelësi në dorë. Një ekip nga 30 punëtor realizojnë me cilësi të gjitha porositë e klientave. E jani dhe binduni, EcoAl Ulqin. Grand Hotel Europa, një nga perlat e Shkodrës. Mallështia e të krijuarit, bazuar në art dhe shije. Përfshihesh nga iluzioni i të mbretëruarit, që nga një kafe thjeshte deri në një akomodim klas. Dashurohesh me kuzhinën tradicionale, por edhe atë italiane, e pastaj mund të përfundosh në martesë. Gjithmonë ardha për herë të parë, joshet nga një herë e dytë. Pishin, fitness, sauna e mëtej në verandë ku të presin miqt. Një jetë aktive në 8 katët e godinës mallështore. Në Grand Hotel Europa, klienti është mbret. I jepi një mundësi vetes për të mbretëruar në vendin më të bukur të qytetit tonë. Dallgët e lehta të Adriatikut i vijnë pranë, natyra e gjelbër dhe virgjëre rrethon. Velipoja Grand Europa Resort. Sipërfaqe 4.4 hektar, projekti madhështor, ka përkëdhelur setrën e shqiptarëve duke i bërë konkurrencë tregut evropian. Multifunksional, një qytet parajse, hotele, villa, apartamente, pishina, bare, restorante, mjedise të këndshme pushime për të gjitha sportet. Investimi i Gjenis SHPK, më i madh i 20 viteve të fundit. Dimensionet kalojnë çdo imagjinat. Qetësi, argëtim, variacion, por edhe standarde maksimale. Gjithmonë të parët bëjnë zgjedhjen më të mirë. Velipoja Grand Europa Resort, aty ku natyra të privilegjon dhe dora njeriu të mrekullon. Shëndeti fëmijës parësor për çdo prindër. E kjo nis nga një ushqyerje me vlera dhe të sigurt. Unë ndihem mirë teksa shoh voglushen të rritet. Produktet e mrekullueshme të fabrikës Servis janë pjesë e përditshmërisë së tavolinës sonë. Tani voglushja ime po mendon edhe për miqtë e saj. Me ndihmën e një teknologjie që ndërthuret me tradicionalen. Ne ruajmë vlerat dhe cilësitë natyrale të qumshtit. Dhe nga një staf i kualifikuar, ne marrim produkte shumë cilësore. Shijoni produktet e fabrikës së përpunimit të qumshit Ervis, produkte cilësore, natyrale dhe të shëndetshme. Përshëndetje pra miq të dashur nga studio televizionit të UTA, në përgjithësi së bashku me Kozetën, pra e cila është tashmë pjesëtare të një channel në Shkodër. Kësaj radhe ka ardhur në Ulqin, e kemi mirë pritur, e kemi sejdis, si thojnë ulqinakët. Dhe sa më shumë që vi këtu, aq më shumë e vendos që këto udhëtime drejt Ulqinit të mos përfundojnë asnjëherë. Bile ky është edhe qëllimi i këtij emisioni, të bëjmë edhe shkodranet e tjerë që të vinë dhe ta vizitojnë Ulqinin. Mund bëhet qefi që sa herë që vjen del edhe vjen e kënaqur edhe del e kënaqur. Nuk e di nëse është kjo shi edhe nga ana jote. Kur vjen ti në Shkodër si ndjesh? Si në shtëpinë time. Ah, okay. Pas ke pasur rezultat shumë shpejt. Ja, domethënë që kena të përplecisë. Domethënë si në shtëpinë tënde ti në radhën e kaluar ti do gatuash, ti do bësh punën, sepse gjitha këto bëhen në shtëpinë tënde. Do të thosh që kësaj radhe çan pret atje. Por surprizë, sepse këto surprizat si lojë e ke nisur ti e para, edhe ne i kemi përgatitur edhe ca të tjera, por që mbetet për ty dhe për gjithë teleshikuesit në puntat e ardhshme. Megjithatë, përderisa je në Ulqin, atëherë me siguri që presim edhe ndonjë kronik nga ana jote që ke përgatitur atje. Çfarë sjellën kësaj radhe në emisionin Mirë se vini? Duke qenë se malli është shumë i madh për të gjithë ata ulqinak që kanë ardhur para shumë vitesh në Shkodër, që kanë provuar ndarjen me anëtarët e tjerë të familjes së tyre. Këtë mall dhe këtë nostalgjinë e sjellim në këtë emision, që ka përbën edhe një pjesë të qëllimit të këtij emisioni. Kësaj radhe është Besim Gjenoja, nuk e di nëse mbiemri Gjenoja ekziston këtu në Ulqin, e keni dëgjuar? Mbase me të moshuarit po, por unë Breziri jo. Jo.
Një problem ekziston edhe te familja Gjenoja, sepse ata disponojnë një certifikat ku lista e anëtarëve të familjes me mbiemrin Gjenoja ekziston një certifikat që merret në gjendjen civile të qytetit të Shkodrës, por këtu në Ulqin ai nuk ka asnjë lloj certifikate. Është përpjekur që ta sigurojë, por që nuk figuron në emrin e tij. Historia e familjes Gjenoja, që ka ardhur në Shkodër para më shumë se 90 viteve, dhe se si ata e kujtojnë me mall Ulqinin. Më vjen mirë që ai ka lindur në Shkodër dhe thotë që unë jam ulqinak. Dhe ka mall shumë të madh për vendlinjen e të parëve të tij. Kjo histori që vjen përmes një ambienti familjar ku kemi bërë dhe xhirimet, ku bashortja e tij është podgoriçane, dhe nëse unë të vazhdoj kështu me detaje, do thotë që ju mos ta shikoni fare, sepse unë e tash të gjithë këtu. Atëherë besoj që kurioz janë shikuesit dhe kurashtar që të ndjekin këtë, çfarë kthej tani. Patjetër. Atëherë t'ja lëm pjesën tjetër shikuesve. Patjetër. Kanë ardhur të banojnë në Shkodër në vitin 1910 nga Ulqini. Kështu e nisë rrëfimin e tij ulqinaku Besim Gjenoja me banim në lagjen Kira së qytetit të Shkodrës, teksa flet për të parët e tij. Familja jon vjen nga qyteti Ulqinit në vitin rreth viteve 1910, 1912, eksaktësisht nuk dihet, por definitivisht me dokumente zyrtare shtëpia është bler 1917 Janë për shtëpinë në Shkodër, kur erdhët? Në lagjen Perash, në hyrje të qytetit të Shkodrës, ku vetëm në bazë dokumenti zyrtar dhe pamjes filmike të bamën para rreth 60 vitesh e fotografuar, e rezulton që ne kemi jetuar në lagjen Perash të qytetit të Shkodrës. Kush erdhi për herë të parë? Për herë të parë në atë nga Ulqini vinë 3 vëllezër, Osman Gjenoja, Gjeladin Gjenoja dhe Halit Gjenoja. Dhe një motër e tyre ka qenë Sultana, që ka qenë në familjen Berberi e martuar në lagjen Tophan. Kanë udhëtuar të 4 pa prindrit? Po, kanë jetuar të 4. Njëri Haliti që ishte një pamje filmike, ai gjyshi jem e çon në Amerikë në vitin 1910 dhe jeton kthehet në Shqipëri rreth viteve 36. Kush është Haliti? E vllai gjyshit. Vllai gjyshit. Po, ku jeton në Amerikë. Edhe aty arsye që ata erdhën në Shkodër, e marrim që të arsyet, pse erdhën në Shkodër? Është në Shkodër sepse situatat të presionit, situatat politike dhe pushtimet që i banë tokës shqiptare të asaj koha krijuan tensione sigurisht nga Serbia, edhe ato stabilizohen në qytetin e Shkodrës. Ato vinë me 2 barka detit, njëra u quante Mutofluga deti, kjo ishte e Gjeladinit, kurse tjetra ishte Dervisha u quante, e ishte Osmanit e gjyshit tem. Dikur me varkat e tyre, ata punonin në përbot. Lundrimi ishte vetë jeta e ulqinakëve, të lidhur përjetësisht me detin, sa dhe kur ndodhi dyndja e 176 familjeve ulqinake në vitet 1876-78, u vendosën për gjatë Bregdetit shqiptar, kryesisht në Durrës, Vlorë, Shëngjin dhe Shkodër. Dim si histori familjare që tregonte gjyshja që ato rrinin me nga 2 vjet parë në shtëpi, dhe për këtë ulqinak ka një proverb që i quajnë ulqinak dhe burras pak. Nga që Kjo qëndrojnë larg familjes edhe zgjoxhash. Kur vinin aty i thonin grave, ku ndodhet si më than filani për bashortin, për zotin e shtëpisë, ato i thonin nuk është shtëpi, dhe më than meti kjo, i ulqinak burras pak. Pa, nuk i gjenin asnjëherë dhe lundrimeve të gjata. Edhe kështu është historia. Lidhja me detin uzbek gjatë sistemit komunist, shtetëzimet e varkave bën që të humbte origjina e punës, thot Besimi, por le të kthehemi historisë së familjes së tij. Më 1910 të parët e tij erdhën në Shkodër dhe më 1917 blen shtëpinë e tyre në lagjen Perash. Sa herë që ai shkon dhe kërkon një certifikat në gjendjen civile në Shkodër, ajo dele pajisur me trungun e plot familjar dhe me vendlindjen Ulqin. Por një certifikat të tillë ai nuk arrin dot ta marrë në Ulqin. Nuk ka dokumentacione për origjinën e këtij emri Gjenoja, por mbas të dhënave të sigurta nga komshit që kena patur atje, vërtetojnë edhe vendin ku kena jetu, por zyrtarisht me dokumenta zyrtare jo.
Kurse këto dokumenta që unë i disponoj, i kam nga arkiva shtetit shqiptar, të cilën... Që një sqarojmë të gjithë teleshikuesit, ju keni një certifikat me emrin Gjenoja, që i përket vitit, të lutem mësoj pak, më ndihmo pak? 1900. Jo, kemi certifikatën tjetër. Pra, ju keni certifikatën shqiptare që daton 1923-1930, që të sqarojmë gjithë teleshikuesit, ku lexojmë emrat Osman Gjenoja, emri babait Ahmet, emri nënës Aishe, krye familjar, bëhet fjalë për vitin 1878 dhe shtetësia shqiptare, ndërkohë që vëm theksin tek vendlindja, ku kemi vazhdimisht të shkruar fjalën Ulqin, pra deri tek personi i 7 vendlindja është Ulqin. Kjo është një certifikat familjare, e përsëris vitin 1923-1930, por zoti Besim thotë që nuk gjen një certifikat me emrin Gjenoja në Ulqin. Po. E vërtetojnë komshit, por që nuk e vërteton dot zyrtarisht. Zyrtarisht. Çfarë ka ndodhur? Si mendoni? Unë mendoj që dihen mund të jenë rrethanat që nuk i intereson dikuj, por kjo përveç historianëve duhet të kenë mbështetje ligjore nga shteti, që neve jena të interesuar zyrtarisht të dokumentohemi nga kena origjinën. Ne e dim... Ke marrë një përgjigje për shembull në kërkimet e tua, pra duke takuar ata njerëz? Kam marrë në institucionet zyrtare. përgjigje, jo me shkrim, por e kam marrë gojerisht, atje nuk ekzistojnë. Domethënë, kjo është hipotezë që ato duhet jenë zhdukur, dihet që me qëllime të caktuara, sepse nuk i ka interesuar dikujt, sepse janë nga viti 1876 janë zhdukjen largimi rreth 116-117 familjeve. Teksa e pyesim se çfarë rrugë do të ndjek për të gjetur zgjidhjen e këtij problemi, Besimi thotë se po vazhdon kërkimet në mënyrë private dhe se është e pamundur të mos jenë dokumentat në mal të zi. Thuhet që arkiva e pasur në Cetin mund ta përmbajë, disa orientojnë drejt Stambollit apo diku gjetk. Besimi është një ulqinak, i cili ka lidhje të forta shpirtërore me vendinjen e babait të tij. Por këto lidhje ai nuk i ka parë vetëm në planin familjar, por gjithmonë ai ka dëshiruar marrëdhënie më të afërta mes shkodranëve dhe ulqinakëve. Shteti shqiptar në këtë fushë duhet punoj më shumë, që s'punon fare, por duhet punoj sepse ja vlen të njohin vendin e vet, kombin e vet, zonat ku jetojnë realisht shqiptarë në për trojat e veta. Me këtë rast, unë di të them që edhe ati ku do në me shku në Evropë, ku pretendojnë të me shku, ne nuk mund të shkojmë, po nuk ditëm ku janë njerëzit tanë, ku janë vendet tona, mi baza ligjore, dokumentacione që dikuj nështë edhe nuk i pëlqen, por duhet të dalin të vërtetet. Doja ta zgjeron pak bisedë edhe tek bashortja juaj, nuk e di nëse jam e saktë, Podgoriçane bashortja juaj apo jo? Po, është Podgoriçane, po. Okej, më flasë pak për martesën, si ndodhi ajo? Martesën, që të them unë të shi për martesën. Është një martesë me shkusi apo jeni njohur si? Me shkusi, me shkusi. Si është realizuar? Ndoshta edhe shkurtimisht duke zbuluar disa detaje të vogla. Po, ku shik në kenë një lagje, sepse në këtu e kena bo shpinë më mrapa. Me thonë në kenë jashtë aderët atje, tamam Podgoriçane të ardhën nga Podgorica gjyshi, 17 vjeç në atë kohë, në baba më ka le këtu, unë këtu, në tonë këtu. Vetëm thjesht një shkusi, Pastaj kësaj shtohet edhe njohja, pëlqimi, tipare, zbulimi karakteri. pa normale, puna jonë mësë ne u bo. Pa ban 30 vjeç, i pa bashkë. Shkoni në Podgorica, po shkoni në Ulqin, ka ndonjë shpërndarje të udhëtimeve në mënyrë të drejtë, kam fjalën. Po, ne shkojmë për punë, unë në Ulqin sinqerisht po ju them që unë e kam shpirtin atje, sepse është një realitet organik që më shumë që vëm Ulqinak se Shkodran, edhe shpirtin e kam sinqerisht aty e kam tamanat bile kur arri e shkoj, vetë organizmi ma njen që unë kam rrit në tokë, ma dënë shpirti atë vendin e të parëve të mi, edhe gjithmonë Ulqinak do t'jem.
Besimi është nga ata baballar që i ka edukuar që në vogli fëmijët e tij që ta duan Ulqinin. Mes të tjerave, ai shprehet se është krenar që vjen nga një popull me kulturë, ku dhe rastet e keqbërjes janë tepër të rralla. Duhet theksuar edhe një fakt tjetër, me 80% të familjeve në qytetin bregdetar, çifti Gjenoja janë të mirëpritur dhe kanë misi të hershme. Unë po ju tregoj një herë një udhtim, se unë shkoj shpesh në Ulqin, edhe udhtova me një makinë prej rreth 20 vende mund të kishte, aty kishte profesora dhe profesoresha të ardhur nga Tirana, edhe nga rreth të tjera të Shqipërisë, edhe rastësisht më pyeten, domethënë ku shkoni? I them në Ulqin. Po juve ku shkoni në Ulqin? Ç'është ky Ulqini? I thash unë, më falni, i thash unë. Po ma habi tani. Ç'është ky Ulqini? I thash unë, më falni, i thash, më shqetësoj sinqerisht. I thash unë, çfarë punoni juve? Unë tha jam profesoresh të Universitetit në Tiranës, i thashën juve profesoresh, ju lutem, i thash. Më keni thënë mu mana sekret. Pse më thot mu? Kush janë tha këto? I thashën nuk e di ç'është Ulqini. Po si flasit, da çfarë juve flasit? Me ta thonë sinqerisht. Pyetje të tilla ka bërë një profesoresh e Tiranës është më shqetësoj shumë. I thash unë, po ta dish ti, më fal se po ta shpjegoj, i thash. Po më vjen keq që nuk e di çfarë lande të jepni ju, çfarë keni studiuar, por unë të them që Ulqini është një nga trojet më me vlerë, domethënë nëse kapim territorin shqiptar është një nga trojet më me vlerë atë dëshës, njerëz që detruar historikisht, domethënë njerëz të detit, domethënë njerëz të detit janë gjithmonë më i shëtituri, është më i dituri, si i thonë shprehjes popullore, edhe kishte ngel ajo, i thash, prandaj që studioni mirë se jeni të shkollë në Ulqin. Është vendi i parë i shqiptarëve që bëhet në cikle më të ulta shkollore. Është vendi i parë. Prandaj punohet pak në drejtim të gjithë një flasim, sepse njerëzit kanë problem për të jetuar. Është ajo shprehje popullore që i thonë më straft me harruet. Çifti Besim dhe Ermira janë prindër të 4 fëmijëve. Njëri nga djemtë e tij ndjek studimet në Beograd në degën Inxhinieri Elektroteknik dhe ka fituar një bursë së plotë. Duhet thënë se për këta njerëz vajtje ardhjet në Ulqin janë të vazhdueshme, të paktën një herë në javë ndodhen aty. Jo vetëm arsyet e mbajtjes së një dyqani i bëjnë të përshkojnë distancën e shkurtër, por dhe miqësitë që janë krijuar prej vitesh e që mbahen të forta edhe pas kaq kohësh. Atëherë rikthehemi sërish në studio, shumë tregim interesant i familjes Gjenoja. Gjenoja. Po. Me siguri që familje të tilla ka ende në Shkodër. Sa është vështirë të gjesh familje të tilla dhe njerëz të tillë, sa janë ata të gatshëm për të komunikuar në lidhje me këtë. Besoj që Në fakt janë shkodranët ata që t'japin adresat e këtyre familjeve, sepse për momentin edhe duke qenë se emisioni është në fillimet e veta dhe është hera e parë që trajtohen tema të tilla, nuk kishim ndonjë adresim të saktë për ta. Por janë vetë shkodranët që i njohin, që i kanë në rrugicat e tyre, në lagjet e tyre dhe na referojnë. Kontakti me këto familje është mjaft i këndshëm sepse tregojnë shumë të gatshme duke ditur edhe qëllimin e këtij emisioni e nga ana tjetër duan edhe të nxjerrin mallin, duke treguar një histori pavarësisht se nganjëherë kjo histori vjen përmes lotëve. Shpresoj që edhe shikuesit tanë nga Ulqini do të na ndihmojnë neve që edhe ne të sjellim familje të cilët janë nga Shkodra por që rrinë në Ulqin, të cilët me vite me siguri ka edhe nga ato që janë të martuara dhe shpresoj që kanë nostalgji dhe madh për Shkodrën, për fjalë për vitet 80 ose vitet 60, 40 etj. Që komunikimi ka qenë dhe i vështirë. Më i vështirë. Po ne nuk do flasim vetëm për mall edhe për lot. Jo. Emisioni jonë është i gjithanshëm. I gjithanshëm. Edhe do qajmë, edhe do qeshim. Të mos harrojmë që dikur kufiri ka qenë thjesht le të themi i shkruar në një letër, por njerëzit kanë hyrë dhe kanë dalë lirshëm. Kjo tregon që edhe mënyra e jetesës ka qenë e përbashkët, traditat e përbashkëta, por dhe mjetet e punës të përbashkëta. Kam zbuluar një parmont kush e di sa vjeçare. Dhe mjete pune ku banorët e komunës Ana e Malit i kanë përdorur. Kuptoj që Ana e Malit dhe zonë kufitare jemi këtu afër me njëri tjetrin. Këto mjete që janë përdorur atje janë përdorur edhe në krahun tjetër të kufirit. Një muze brenda hapësirës së një shkolle, e di që do zgënjeni për nga hapësira metrat katror, siç e quajmë ndryshe, por kjo hapësirë grumbullon mbi 300 objekte nga më të çuditshme që unë si atje e si këtu në Ulqin mbeta duke mësuar fjalë të reja se si e kanë emërtimin.
Shumë interesante kjo. Besoj që edhe më interesante do t'jetë edhe për vetë shikuesit, atëherë ta ndjekim këto 300 objekte, se cilat janë dhe se cila ka domethënë një e vet, sepse me siguri që ka emërtimin e vet. Patjetër. Jam munduar të sill sa do pak saktësisht përmes bashkëpunëtorëve të këtij muzeu edhe një përshkrim të shkurtër të këtij muzeu. Kësaj radhe u thuam drejt komunës Ana e Malit, duke u ndalur te gjimnazi në qendrën Oblig. Morim informacion se brenda këtij institucioni ekziston një muze me mbi 300 objekte, një pjesë të cilave disa shekullore, që nga shekulli i 3 pas Krishtit. Janë shfrytzuar si një zgjidhje e përkohshme ambientet e 2 klasave për të vendosur këto objekte që të habisin jo thjesht me sasinë, por llojin apo vjetërsinë e tyre. Ky muze u ngrit për herë të parë në vitin 2007, por ideja për ndërtimin e tij nisi paralelisht me krijimin e shoqatës patriotike kulturore Ana e Malit në vitin 1999. Autorët e saj janë Rushdi Poda, ish mësuesi i historisë në këtë gjimnaz, dhe Isa Meta, dashamirës i etnografisë dhe arkeologjisë shqiptare. Pjesë e këtij bashkëpunimi u bë dhe mësuesja e letërsisë Ermira Proni. Kja është vazhd e punës disa dekadash. Ne jena intelektual të kësaj zone, jena banor të kësaj zone, dhe dëshira jo vetëm e Rushdisë, Isas dhe ne që jemi këtu prezencët, për janë gjithë intelektualët e Anës Malit, që kanë të pas parasysh vlerat të e njoftë historinë e këtij vendi, të e njoftë të gjithë traditat dhe punët e profesionet e zonës, është menu dhe është rrahë, dhe më thonë, problemi që ti evidentojmë dhe ti stimulojmë ta tradita duke u lënë brezave. Të ndalemi pak te zona Ana e Malit. Çfarë vlere ka si zonë, sepse të shikosh gjithë këto objekte, çdo qytetar që është duke ndjekur këtë emision nxjerr konkluzionin, e pas ka histori shumë të hershme dhe vlerën shumë të madhe Ana e Malit. Konkretisht, disa pika kyçe të historisë që i japin vlerë kësaj zone. Po, për shembull, na tek jena ulën sofer. Dhe gjanë më gatimi mungon se kemi dhe lugët e vjetra si një herë e një kohë. Është vetë që Ana e Malit e ka emrin edhe në qytetin e Shkodrës për kuzhinën e pastër dhe të shumëllojshme. Po të thamë vetëm në Ana e Malit mund të kesh 70 lloje gjellësh që gatuhen, edhe sot edhe janë gatuar për para dekadave. Pra është një traditja, kuzhina vetë. Ose tjetra, mençuria ose me bazime ose mbështetja me praktike, me mjetet rrethanore, shfrytëzimin e tyre, mjetet rrethanore për shembull, për ça? Për të vënë dobi në shërbim vetveten, në shërbim njerëzit. Vetjeta e Ana Malasit është bujqësia. I pajisur me një natyrë mjaft punëtore, ai ka punuar dimër verë në ndërtimin e veglave të bujqësisë e më pas me punën në ara, ndërsa gruaja është marrë me punimin në të zgjatë të sofrabezit, qëndisjeve e të tjerë. Vetë fshatari jonë e ka trashëgu gjysh mas gjyshit e brez mas brezit, dhe më thënë dashurin për punën. Edhe emri Ana e Malit është, po janë punëtor, po janë njerëz qetë, po janë edhe njerëz të pastër. Një këta i kena fitu me punë, me djesë dhe jo kështu, së më hanë ka... Ana e Malit është marrë me, gjithmonë është marrë, të marrë traditën e vjetër. Por gjithmonë ka pas me piksionim. Piksionimi ka kenë merë prej anës vjetër, vene këto, por e gërshëtume me të rinë. Si pas miqve, tani Ana Malasi është i kohës. Asa që u heret e asa që u vonë, por as për hunde kush nuk e ka hjek. Ai është munduar gjithmonë të thjeshtëzoj mundin në punë duke krijuar objekte sa më funksionale dhe duke rritur kështu edhe rendimentin. Vetë këto objekte janë dëshmi e kësaj. Krijimi i kësaj është i banorëve. Na tha zëni Rushdia, tha çilsin e kena na. Ka inventar vendi këtu i për gjitha këto objekte, domethënë që dispononi? Patjetër janë të inventarizuar, janë skeduar, i kena skeduar të gjitha me parametra muzeale,
nuk mund të bëjnë Kështu lojna. që pasioni që ka shumë i madh, profesor, i jashtëzakonshëm të sjellsh, se e imagjinoj se sa punë duhet për ta sjellë tu për t'i dhënë ndoshta një restaurim të lehtë pa hyrë në origjinalitet. Edhe kjo vetëm nga njerëz të apasionuar si ju, se nga njerëz të tjerë nuk bëhet. Normal është mos e me vend për një arsye se na qysh në 56-ën këtu kanë ardhur ekspedita për të vjedhur folklorin e zonës, që me të vërtetë është një folklor shumë i rrallë. Duhet theksuar fakti se objektet përgjithsisht janë të dhuruara nga banorët rreth e rrotull. Është merit e zotrinjve Rushdi Poda dhe Isa Bajrami që këto relike të vyera të mos kalbeshin oboreve nga koha. Kështu zona tashmë ka përse krenohet. Të mos harrojmë edhe përfaqësimet dinjitoze që Komuna Ana e Malit ka bërë në festivalin e Gjirokastërës në vitin 1973 apo dhe në vitin 2009 kur Shkodra u kthye me flamur dhe në këtë fitore kontribuan edhe artistët e kësaj zone. Ndryshe nga pasionet e individëve për të koleksionuar objekte të vjetra, Rushdia dhe Isaja thuajse janë bërë specialistë në këtë fushë. Ata njohin materialin dhe historinë e çdo objekti dhe së shpejti po përgatiten të vendosin edhe etiketat e para mbi secilin prej tyre. Kjo do t'i shërbente jo vetëm vizitorëve, por dhe vetë nxënësve të kësaj shkolle, të cilët her pas here bëhen kureshtar dhe vinë e vështrojnë me admirim hapësirën e ngopur të muzeut. Si kanë reaguar nxënësit, e mban mend? Si kanë reaguar fillimisht nxënësit kur u hap një muze këtu dhe shikonin këto objekte? Si ka qenë reagimi? Padyshim domethënë që kërshëria e tyre ishte e madhe, edhe domethënien e shumë prej këtyre objekteve domethënë ato realisht nuk e dinin. Edhe diskutohet që ato kërkuan ndihmë nga profesorat në fjalë që e kanë bë gjithë këtë grumbullim dhe kishin dëshirë realisht që të njihin me gjitha këto dhe pse janë përdorur. Por diskutohet e ke qartë kur ambientet janë kaq të mbyllura nganjëherë dhe kur nuk janë të shpalosura aq bukur ose kur nuk janë të shpalosura që të shifen edhe të gjitha njerëzorja, atëherë domethënë duket sikur i humb edhe ajo vlera e tyre. Nëse banorët apo nxënësit tashmë e kanë vizituar më shumë se një herë muzeun, kjo nuk është e lehtë për vizitorët e huaj, të cilët nuk kanë asnjë tabelë orientuese që t'ua tregojë vendodhjen. Kena pas shumë raste që të hujt, domethënë sepse kjo rrugë rrahet shumë nga të hujt, vinë nga dogana, vinë me makina, vinë me bicikleta, vinë me ashtu. Edhe një herë më rastisi që të vinte dikush nga jashtë, ishin një grup prej 5 vetësh me bicikleta, edhe u habitën, u mahnitën nga domethënë nga gjërat e vjetra, nga kjo kulturë që u gjend këtu. Edhe nuk ishte. Po të tregojmë dhe ne historinë si erdhëm, ne na tha një mik që e kishte mik zotrin, edhe kështu, po pse kështu duhet funksionojë turizmi? Miku i thot mikut. Imagjino se kur kishte një bileto profesor aty te dera, ishte në kushte më të mira dhe zona ta shikonte si le themi gjën me fat që ka një muze të tillë. Na hala ecim një bazën e vullnetarizmit dhe ndoshta kja ka bërë që ka met deri këto vend numra, se po t'ishte në atë drejtim, se po me shiku në atë drejtim në atë aspekt, ashtë edhe shumë ma me vlerë një 2-3 flet palosje atje në doganën e Mauricianit dhe kilometrat e parë të katit e 500 kilometër shifni një muzeum prezentoheni me Shqipërinë. Dhe pas qëndrimit në sofër, të zotët e shtëpisë na drejtojnë nga objektet më me vlerë dhe me një përdorim më të gjerë dikur. Kë është një tub duhanit që është punu në vitet 35 vjet ka, dhe akoma sa të qëndran i pasër e në funksion, dhe Ana Malshi e ka gri me qarkun e vetë, që të gjitha këta egzistojnë, ka vu gjunin ose dorën, gjurin më tepër, edhe ka gri duhanin në mënyrë ma moderne, ma t'im, bele këna thonë e ka gri si kadajf. Puna e tyre ka qenë aq fine, edhe fantazia domethënë filloi edhe të zhvilloi edhe të krijonte punë shumë të bukura të cilat janë trashëguar dhe janë rujt, diskutohet. Pse është gjendisur kjo, domethënë materiali? Domethënë sfondi ose kjo është komash, edhe pastaj peri është filigram i cili domethënë ka pasur një mënyrë të veçantë të punuarit, e cila i ka rezistuar kohës dhe ka mbetur si thua si të erë edhe deri në këtë kohë. Ato i kanë bërë vetë e nuk kanë pas nevojë të shkojnë te tregu në Shkodër për t'i marrë nga tradita në Shkodër. Jo. Në komunën Ana e Malit është krijuar një veshje tipike e zonës, e ndryshme me zonat përreth. 2 ngjyra dominuese janë e kuqja dhe e bardha. Vetë muzeu përmban 11 veshje të moshave të ndryshme, por ngushtësia nuk të lejon t'i ekspozosh ato. Çdo gjë që shikon këtu të ngjall një kurreshtje të madhe.
Ky është një mitraloz i luftës së vitit 1913, armatim malazez e prodhimit francez. Objekti është kërkuar nga Ministria e Mbrojtjes, por Rushdia dhe Isaja janë treguar shumë dorë shtrënguar për t'i lëshuar këto objekte me vlerë, të cilat jo vetëm që i shërbejnë identitetit të zonës, dokumentimit të historisë së saj, por mund të tërhiqin edhe shumë vizitorë. Të bën përshtypje fakti për mënyrën se si historia e zonës është paraqitur në mënyrë sintez në stendat e varura mureve, që nga objekte që datojnë shekullin e 3 pas Krishtit e deri tek ndërtimi i urave, ullinjve më të vjetër e të tjerë. Kjo është mbajtësja e kapitelës. Kjo e fundit ka përfunduar në Shkodër, ndërkohë që mbajtësja qëndron e shkëputur padrejtisht nga jo. Oblika përmendet që në vitin 1998 nga Milan Shoflaj. Në oblik në kalon në fortesën e oblikës të Quflaj, janë në zonë rëbë mreti serb, nga Samueli Bulgar, në vitin 1998. Imaginujet është për 1000 e sa vjetë për para. Kena një kish shekullit 12 në Zus, shife, është krejt në kam, edhe sot në ditët tona. Kena disa tuma të pa eksplorume në fshatin Krebej. Në të gjitha këta dhe më thonë, jo vetëm ekspozim si lashti, po dhe thirrje shkencës, historisë, albanologjisë, studione këtë zonë. Shkëpusim një fakt mjaft interesant. Në defterin e Sanxhakut të Shkodrës të vitit 1485 dalin 10 fshatra të kësaj zone përveç atyre për te kufirit. Qynga. Ta kanë ardhur nga Krebajt kanë shkuar në kalat Shkodrës për ujë të pishëm. Për ma gjatë, më bukur, i din profesor Rushdia. Ashtë që uji i Krebejve, nëse Krebejt janë në altësinë 354 meter mi nivelin e detit. Dhe uji i kronit të Krebejve, si uji mirë, si uji me përbas shkëlqyshëm të pishëm pra, ashtë që në kohën e Turkut në kalan e Shkodrës. Mirë po plesht edhe vetë fshati, si t'i bëhet, po i vrasim ata ushtarë që po bëjnë kanalizimin a marrë ujin, me po e ditë, me shtetin, me ushtërinë sa është luftu, atëherë kanë thënë të shfrytëzojmë me nëqurinë qa mund bëjmë që të mas na marrin ujin. Dhe në fund me kanë zgjidhë me shtrepa djathit. Uji ka shku në kalat, të batë që kanë shku, ta i kanë hedhë atë, ka me kryma, edhe ka metu i silë si i vdekun atë ditë e sot. Kuda në rrugën e Taraboshit, prej në Krebej, në Moriq, në Hoxhej, në Gjaferej, kodrat ma gjyve, në Zuz, dalin, kur shemen që i binë shien gjatë dimrit, dalin edhe këta tubacione janë gjithë atje, për ashtu ne i kemi prunë këto. Pak më tutje lexojmë një dokument tjetër i cili ndër të tjera thotë se më 16 qershor 1878, 19 anamalas kanë dërguar një ultimatum me firmat e tyre se kanë vendosur të mos e dorëzojnë ulçinin dhe t'japin jetën për të. Duke u zhvendosur nga lufta, dalim në një ambient ku jeta e përditshme e ka vënë anamalasin të mendoj se si mund ta lehtësoj më shumë punën e tij. Këtu janë mjetet e punës, më domethënëse për banorin e kësaj zone. Jemi zhvendosur tashmë në ambientin tjetër të shkollës, ku është shfrytzuar edhe këtu një klasë për të vendosur objektet e vjetra me vlerë muzeale, një punë që tregon se me çfarë pasioni është punuar për t'i grumbulluar në këtë sasi edhe të këtij lloji që mbetet unikale. E para gjë që të bën më herë përshtypje këtu është kjo qerë gjigande që e kemi parë vetëm ku diun në ca filma vizatimor, sepse as origjinal nuk e kam parë ndonjëherë. Ka ndonjë histori kjo qerë dhe sa mund të jetë koha e saj? Kjo qerë është e vitit 1925. E ka dorëzu fshatari jonë që është po një asaj datlinje që ja ka lanë baba dhe e kanë msheh një shtëpi në Vallas për mos me fut në kooperativë. Dhe daton vitin 1925, asaj datlinje është Recep Isufi. Është karakteristike sepse të punosh qerën me qeser, me spat, dhe të nxjerrësh ata rrezet si telat e bicikletës aq fiks, të punojnë me qeser aq bukur dhe të qesin edhe bucelën e boshtin e tana të saj, është me të vërtet një diçka, është një zotësi, thamun, ose është një merit, është një shtëri e rrallë. Materiali i qeres është dru dhe i mbërthyer me gozhda primitive të forta.
Jo çdo dru është përdorur për prodhimin e qeres. Ata më të përshtatshmit mësojmë se kanë qenë skuqi i manit, vidhi apo thana. Teksa i shpjegon zoti Poda referon edhe emërtimet e vjetruara të pjesëve të saj si Gavej, Bucela e të tjerë, që sot janë harruar krejtësisht. Pra me qenë se punë të bujqësisë, dhe më thonë fushata e misrit, e grunit, e perime, zazavadeve, myllësh, kur bitë e dimni, atëherë ata për mas më nej kanë kriju aktivitet nëjmës. Qoftë me nërtu qerët, me ba përmenën, me ba plugun, me ba samarin, për me ngarku kalin e gjitha, kanë punu, kanë djegë edhe gëlqerën. Mirë po gëlqerja është në praktik është zbatu ligji i shpërbamjes substancave në kimi, me praktikën e anamorse, sepse kjo ka pas një dveçantë dhe jo të gjithë kanë arrit me bo këtë gëlqerën, me qunë kam i kanë thënë gëlqerën. Pra në zbatu disa kritere që e dash me kanë shumë rigoros dhe bele në antë malit, ne kemi mjeshtra që janë përmen me breza në ngritjen e gëlqereve dhe kanë marrë mjemnin gëlqerja. Si që kena në Gjaferi, për shamër, Ramadan Hajia, Ramadan Haji gëlqerja. Po, kanë mjeshtëris, kanë marrë dhe zënatën, për shamër, kanë marrë dhe mjemnin, bërësit zënatës. Është dhe një objekt shumë çuditshëm këtu lart, nuk e di përse mund të jetë përdorur kjo. Sot për shembull ne mund ta përdornim për abazhur, po. Njëri ka përse është përdorur. Jo, kjo nuk është abazhur, po është një mjet rrethanor jetesët, që është përdorur edhe ky kur fshatari ka shku për shembull në fush për me punu token, ai është kosh peshkut. Dhe e ka hedh këtë koshin e peshkut në mjes pa fillu punën, e ka hedh në bun, në ujë, edhe kur ka kry punën në darkë, ka shku ka kontrollu, ka gjetë edhe he peshk, ka gjetë edhe 2 he peshk, gjithmonë ka kënë edhe ja humanizmi, që ose ka pas shumë, ja ka dhanë kojshis, ka pas ma, nëse kam zonë tanë këtë peshk mund të ha vetëm, hoj edhe ti da. Tjetër edhe vinte këtu zinte dhe gjete shkot edhe me darkë. Shfrytëzon të kohë në maksimum. Kja është kur janë punu qerët, për mas mu dëmtu qerën e për gurën e për proje, po, aty njëta, janë njëta goshtë që në populli ka qytë goshtë ma gjypit. Për një arsye sepse ta në kanë kavaq edhe për punu shumë mjeshtrat hekurit edhe shumë të dëmëhën të sakt, dhe në drejtim është përdor kja gosht për me dhonë jetë gjatësi qerës. Dhe kjo qerë për ka rrit me qënash që i ta kanë gati për banë 90 vitin tjetër. Sot muzeu i ngritur nga Shoqata Patriotike Kulturore Ana e Malit nën kujdesin e zotrinjve Poda dhe Bajrami është një vlerë e jashtëzakonshme jo vetëm për zonën ku është ngritur, por edhe Shkodrën në tërësi. E teksa shohim ngushtësinë e madhe të objekteve këtu, sjellim në mendje Muzeun e Kalasë së Drishtit, një godinë bashkohore dhe dinjitoze nga jashtë, por bosh nga brenda. Muzeu në Kalan e Drishtit, gjitha e godinë madhështore, as një objekt brenda, ndërsa këtu kemi gjithë të objekte dhe s'kemi godinën. Sa kontrasti madhë? Është një diçka këto karakteristike, sepse më tepër po i shohet me krah se sa aty ku ka rentabilitet, ku ka vlera, kupton? Ne jena shumë të kënaqur se edhe Drishti, derivasti përmendet është ky vendi i Po, që ka gjithë atë histori, po muzeu s'ka asnjë objekt brenda dhe është gjithë e godinë. Nësa ju keni gjithë të objekte dhe s'keni godinën, ta marrim andej ta sjellim këtej. Duhet ta dinë, Oboti për shembull ka kanë nyje lidhse në mes të detit Adriatik dhe qytetit Shkodra, pra lidh me Europën nëpërmes Obotit. Bele në Obot është me dokumenta, flasë me dokumenta, është të shkroja a parë të vitit 1493. Letë Shlaku thot kështu, Marin Sirdari më ka thonë, që në Obot thët ka pas të shtypshkroj dhe thuhet që mos e shtyp me shari Gjon Buzukut në Obot. Trifan Zju e përmend në librin e vetë Oborët e Shkodrës që në Frankfurt Mimaj, në Muzeumin e Gjermanisë, gjindet me shari i shtypun në Obot. Kur nuk kishte Vatikani, thët Letë Shlaku në libri Shtektimi i monumente, kur nuk kishte Vatikani shtypshkroj, aja ka kanë. Edhe pse çdo gjë nisi nga pasioni tashmë, nisur dhe nga përmasat, muzeu kërkon hapësirën e tij për krijimin, e të cilës duhet mbështetja e strukturave qeveritare, por dhe pushteti vendor, që gjithë të punë voluminoze e bën me vullnetarizëm
të gjesh shpërblimin e vet duke e paraqitur mundin e bërë për të grumbulluar të objekte në mënyrë dinjitoze në një muze bashkëkohor, i cili natyrshëm do të thithte edhe mjaft vizitor, vendes apo të huaj qofshin. E di ku është kënaqësia që u thoj pikërisht këto ditë në Ulqin, sepse temperaturat kanë qenë mjaft mira. Edhe kur e shtar për shenjat e para të ardhjes së pranverës, janë gjithmonë syt tek lulet. Ku ka lule, ku ka gjelbërim, edhe provon njeriu një lloj rigjallërimi dhe vet. Megjithatë, në Ulqin nuk mungojnë lulet as parqet në përrobore të ndryshme të shtëpijave, me siguri që të kanë rënë në sy. Dhe ne, pasi që dim që tashmë me pranverë që të shka lulson, kemi bërë një material që ja kemi kushtuar pikërisht lules. Se cilat janë ato lulet të cilat duhet t'i mbjedhim, cilat janë karakteristikat e tyre, se si duhet kujdesemi, cilat janë ato stinës, cilat mbjedhen tash, cilat më vonë. Megjithatë, unë më mirë t'ja lë ekspertit për këtë punë, i cili është zotëri Abedin Peri, dhe besoj që do t'jetë një material i cili do të ambiset apo çdo kush me kënaqësi do ta shijojnë këtë dhe do t'ju mbetet në kokë se si duhet që të kujdesemi. Ta garantoj unë në Shkodër do të jetë kurrëzje shumë e madhe sepse të gjithë kanë lule. Pranvera është sina e lulëzimeve të mëdha, luleve shumë gjyshe dhe me aromë viti. Kjo është koha kur ne mund të admirojmë bukurinë e bimëve dhe luleve të mbjedha në vjesht, por edhe gjithashtu dhe sezoni kur mund të mbjedhin fara të reja të cilat me lulësimin e tyre do të mund të bëjnë kopshtin e bukur deri në vjeshtën e ardhshme. Daja disa këshilla mbi bimët dhe lulet që mbjedhen në pranverë. Koha më përshtatshme ishte domethënë muji prill edhe maji, do thotë të dy muaj atëherë kur kalon rreziku prej temperaturave të ulta. Unë kam dëshirë të them që për treven e Ulqinit, po edhe ndoshta edhe në rajon, lulet më interesante janë lulet të ashtiqujtëra, si e përdorja në termin, lulet drunore mesdhetare, cilat lulëzojnë gjatë tan verës. Mirë po ndoshta pretresha e luleve, e gjitha luleve është kamelia, që tani kemi rast ta shohim, kamelia japonika. Kjo është një lule e cila josh me lulen e saj, mirë po lulëzimin e ka pak shkurt, lulëzon deri në muajin prill, deri dikon ka gjysa prillit dhe gjatë verës ka vetëm gjellën e ka shumë dekorues. Ishte si plastik e gjallë. Kamelia është specifike, dan edhe pak kushte specifike. Në treven e Ulqinit ishte mjellën, por shumë pak e përfaqësume. Muj më thonë që mundën më një në gishta persone cilët e kultivojnë në oborë, mirë po për këtë duhet të kenë edhe njohuri eksakte. Mundën me parë internet, ka informatat shumëta, por internet ajo nuk përputhet ka herë me terrenin që ishte. Cilat janë ato karakteristikat e kamelias? Pra pasi që pak më parë cekët që ka edhe duhet kemi një njohuri, por edhe duhet dim se si ta mbjedhim dhe si ta mbajmë që ajo të jetë e pritshme dhe të jetë e shëndorëse tër vitit. Gjatë tër vitit. Po kamelia është lule e cila duhet don pozitë specifike të vendit ku do të mbjedh. Do thotë nuk mundesh me kamelie me lujt si don ti vet. Me hjell një verë, një verë tjetër, një vend tjetër. Do thotë aty s'kemë pas sukses. Kamelia don vendin e përhershëm, edhe don vendin ku nuk ka diell shumë. Dielli mëngjesit është shumë i rrezikshëm për të, mirë por në përgjithësi në vende kur gjatë verës ka hjezim, ajo është shumë e gëzueshme. Edhe duhet me pas kujdes, dheu është acidik, do të jetë acidik, do thotë te ne kështenja kemi mjaft me shku në kraj me mlell hummus, ose mund të thënë shitore më ble do thotë dhe kështenjës ose dhe acidike. Asesi nuk vjen në konsiderim dhe tjetër, nuk ka sukses do thotë. Sa i përket ujitjes? Edhe ujitja ishte specifike. Ujitja mas mirit kishte me qenë me ujë shimut. Mirë po edhe atë ishte pamundshme, por ujitja duhet me pas kujdes që nuk don shumë vaditje. Mirë po vaditje duhet jenë jaqet shpeshta, por do thotë jo me lanë krejt substratin vaditja ishte edhe një prej mënyrave se si ajo t'jenë ma e bukur edhe ma e bollshme në lulëzim. Përveç kamelias, cilat janë ato lule tjera të se tashmë janë specifike dhe mund të mbidhen gjatë kësaj? Ulqini ka kushtet përshtatshme, sidomos për bogonvillejen. Bogonvilleja është kjo lule,
e cila lullëzon gjatë tanë verës. E mira bogonvillesisht sepse kjo lullëzon 6 muaj të vitit. Do thotë lullëzon prej fundit majit deri në nëntor, deri kur zbresin temperaturat. Domethënë ka periudhën e lullëzimit shumë gjatë. Do thotë kjo është përparësia e saj, edhe përparësia e bogonvillës është se me te mund të bësh çka të duash. Do thotë me gërshër mund ta rregullosh ta vesh në atë pozitë si ty të përshtatet. Do thotë mund të më shku zvarrice me myll ndaj gur ose ndaj objekt, mund të më shku kacavjerse me tec nelt me të myll si hije tanët. Gërshëra është mas e domosdoshme. Me gërshër asgjë nuk pengon. Domethënë krasitja është e vetmja mënyrë që ti atë me pas në formë bukur. Nëse e lën pa krasitje, ajo bëhet si njeriu që nuk qethet kurrë. Edhe do thotë nuk është asi. Format e saj janë të ndryshme. Me rëndësi është që të jenë dandiell, kjo duhet ndjell e kundërta e kameljes, kjo duhet ndjell ku ka diell të fortë edhe ku nuk ka erë shumë të mëdha. Erën pak e asi, edhe verës dan ujshëm. Verës dan ujshëm, e meta asaj për ulçin është se tana ngjyrat nuk munden në çdo vend. Do thotë ekzistojnë 12 ngjyra, por në ulçin janë 3-4 ngjyra, e kuqja në kjo ngjyrë mundet vetëm disa treva, mundet përflasim për jashtë. Mundet vetëm në afër detit, do thotë ka holegreja, ka limani, kruçi. Jashtë kërkun tjetër s'mundet. Mundet një me provu, por dimni ja thonë. A mundet në vazën, ishtë shumë e bukur, me krasitje e banë si dënë vetë. Do thotë gjitha ngjyrat mundet, por dimni dhe të kalojnë mrena. Veçoria e saj nëse vendosin me vunë vazën është që dimrit danë rrepsisht me pas kujdes me vaditje. Vaditje është ajo që mundet me shkatru. Por edhe ky lloj hibiskusi sirianis i Siris, ky nuk mundet jashtë. Do të duhet në vazën, por edhe ky lyp krasitjen. Me krasitjen nuk e shkatron. Do thotë ku da që ta ke presh, mos u frigo se e ke tha. Ai qet e ka vetin e vet, e ka veçorinë që ku do ti që ta krasiq, ai qet dega edhe më shumë lullëzon. Kuptohet dhe duhet me qenë si për bogonvill, si për hibiskus, kameljen thame, cili dhe hibiskusi dhe bogonvilla lën lypin dhe humusore jo të ngjeshur, edhe lypin nëse midhet në tokë, kuptohet që të na është tregu, sidomos kjo ngjyrë, kjo mundet në shumë vendet kultivohet në Lëqin, kjo është ngjyrë vjollce, për nëse ngjyra tjera jashtë, është çdo kush në rrezik, do thotë një dimën i ashpër mundet mi i tha. Përveç kësaj, pra ne pa të mundësi të shohim se cilat janë ato lule të cilat me të vërtet mund të zbukurojnë një park shtëpiak, por ka shumë edhe nga ato të cilat janë lule sezonale. Në përgjithësi, kur duhet t'i mbjellim ato? Mbjedhja e luleve sezonale fillon rregullisht prej 10 prillit e tutje. Do thotë kur kalon rreziku që jashtë kemi era të forta dhe temperatura të ulta. Dhe praktikisht ata lule le përgatiten për sezonin turistike. Mundet edhe ma vonë që me pas na ma letë mi mbajt, sepse gjithë ata janë lule të cilat janë me dhe me substrat, kështu që s'është problem edhe mbjedhja ma vonshme, por mbjedhja pak ma hershme ban që për sezonin turistik ata marrin një formë ma të bukur, rritjen e kanë adekuate, në sezon duken shumë më të. Nëse do të thotë duam që t'i mbjedhim me far. Po, ai është tjetër gjë, me bë me miell duhet me pas domethënë kushte një serë, farat s'mundën për jashta mundën mas 10-15 prillit, do thotë kur veç nxehet toka. Në temperaturë kur është toka ftoft, atëherë nuk kemi të bëjmë asesi me mbjedhje me far jashtë. Ai që ka kushten një serë të vogël mundet me e bë mbjedhjen edhe më herët, do thotë mundet me e bë në mars që me qel me qenë të gatshme mo qit në ambient jashtëm. Cilat për shembull janë karakteristikat e këtyre luleve, cilat më tepër në përgjithësi mbidhen gjatë verës? Problematika në këtë punë jam që 25 vite. Problematika më e madhe gjatë verës është e ty në luleve është sepse dielli është tepër i fortë sidomos gjatë korrikut edhe gushtit. Gjitha ato lule si verbena, si petunia, si surfinia
jo mullagat, edhe një lule tjetër si lule spec vinë kathiret, nuk mund t'i përballojnë aq shumë temperatura diellit të fortë. Do të thotë me ardhen e korrikut edhe gushtit, ekskluzivisht është temperatura lartë e cila ndikon edhe pse ke substratin shumë të mirë, temperatura shumë të larta ekstreme, 40-45 janë gjatë korrikut e gushtit, janë ato që faktor limitues që nuk është sukses në mbjedhjen e tyre. Janë 8 pika kyçe për mbjedhjen e suksesshme të luleve. Ka 2 klasifikime kryesore për bulblat, ato që mbidhen në pranverë, të tilla si anomona, tulipan e tjerë, dhe bulbla verore të tilla si begonja, zambakët, gladiola e tjerë. Pra duhet respektuar periudha e mbjedhjes, në të vërtetë bulbet pranverore mbidhen në vjesht, ndërsa ato verore mbidhen në pranverë. Mendoni të punoni tokën para se të mbidhni lulet, bëni një grop me anë të një lopate, thellësia e gropës varet nga bulbi që ju do të mbidhni. Nëse është e mundur, shtoni rër dhe pleh për lulet. Vendosni rër në fund të gropës, më pas vendosni bulbin. Mbushni gropën me pleh siç duhet, ujiteni gjithë gropën e mbyllur me ujë. Pra, dëshira adhuruesve të luleve është që të kenë një kopsht ose balkon të lullzuar gjithë vitin. Dhe lulet që nuk thahen gjatë gjithë vitit janë një zgjidhje shumë e mirë, jo vetëm për këtë, por ato kërkojnë pak kujdese dhe pak shpenzime. Firma Ecoal 15 vite me ju ofron një gamë të gjëra asortimentesh të aluminit, PVC, permakve, veranda e shumë prodhimeve të tjera. Ofrojmë sistemin kombi prej profileve PVC Salamander, prodhim gjerman, cilësi e veçantë është termoizolimi, dhe rrëshqitse 3 kapakshe të profileve M450 me termoizolim. Xham kundër rrezeve të diellit dhe veçantia e saj është jo limit në përmasa. Dritare 2 kapakshe me roletna dhe me grilla, dyer paneli dhe klasik. Lloje të ndryshme të parmakve për balkon dhe shkallë, shitje me shumicë të gjitha profileve, paneleve dhe materialeve për parmak. Realizojnë punime ndërtimore, çelësi në dorë. Një ekip nga 30 punëtor realizojnë me cilësi të gjitha porositë e klientave. Ejani dhe binduni, Ecoal Ulqin. Grand Hotel Europa, një nga perlat e Shkodrës. Mallështia e të krijuarit, bazuar në art dhe shije. Përfshihesh nga iluzioni i të mbretëruarit, që nga një kafe thjeshte deri në një akomodim klas. Dashurohesh me kuzhinën tradicionale, por edhe ato italiane, e pastaj mund të përfundosh në martesë. Gjithmonë ardha për herë të parë, jo shet nga një herë e dytë. Pishin, fitness, sauna e mëtej në verandë ku të presin miqt. Një jetë aktive në 8 katët e godinës mallështore. Në Grand Hotel Europa, klienti është mbret. I jepini mundësinë vetës për të mbretëruar në vendin më të bukur të qytetit tonë. Dallgët e lehta të Adriatikut i vijnë pranë, natyra e gjelbër dhe virgjëre rrethon. Velipoja Grand Europa Resort. Sipërfaqe 4.4 hektar, projekti madhështor, ka përkëdhelur setrën e shqiptarëve duke i bërë konkurrencë tregut evropian. Multifunksional, një qytet parajse, hotele, villa, apartamente, pishina, bare, restorante, mjedise të këndshme pushime për të gjitha sportet. Investimi Genesis SHPK, më i madh i 20 viteve të fundit. Dimensionet kalojnë çdo imagjinat. Qetësi, argëtim, variacion, por edhe standarde maksimale. Gjithmonë të parët bëjnë zgjedhjen më të mirë. Velipoja Grand Europa Resort, aty ku natyra të privilegjon dhe dora e njeriu të mrekullon. Shëndeti fëmijës parësor për çdo prindër. E kjo nis nga një ushqyerje me vlera dhe të sigurt. U ndihe mirë teksa shovoglushen të rritet. Produktet e mrekullueshme të fabrikës Servis janë pjesë e përditshmërisë së tavolinës sonë. Tani voglushja ime po mendon edhe për miqtë e saj. Me ndihmën e një teknologjie që ndërthuret me tradicionalen, ne ruajmë vlerat dhe cilësitë natyrale të qumshtit. Dhe nga një staf i kualifikuar, ne marrim produkte shumë cilësore. Shijoni produktet e fabrikës së përpunimit të qumshit Ervis, produkte cilësore, natyrale dhe të shëndetshme. Pikërisht, mu më pëlqejnë gjanat e vjetra, si qyllimi, pastaj gjëra si puna kësaj këto. Në Komunë të Ulqinit pak a shumë punohen këto gjana.
Me të zja, po jo. Shumë me të zja. Megjithatë në Shkodër e di që punojnë, sidomos ajo pjesa zogajve edhe Kashiroka. Zogaj, Gurizi është një zonë, por ka dhe punime të tjera. Po. Nuk e di nëse të ka qëlluar ndonjëherë të shikosh punime si xhade, por me fije leshi. Po, i kam. Dhe ndryshe nga të zjau, ndryshme artizanat lije i kam. Janë shumë veçanta. Dhe ndryshe nga pozicioni i të zjaut që bëhen qilima, pra në një qilim të tillë që kemi kënaqësinë dhe ne sot bëjmë emisione, të zjau i si xhadeve ka pozicionin e duarve nga lart. Kjo tregon që lodhja është e paparë, por që punimi është shumë i bukur. Është Drande Stani, është një artizane e cila vjen nga Plani, është një komunë veriore e rrethit Shkodër, por që banon në Shkodër dhe ka bashkë me traditën. Në fillim ka menduar që mbas viteve 90 tradita iku dhe nuk do të ketë më interes, por ja që shoqatat dikur kanë funksionuar. Edhe ju është parë drita jeshile për disa artizan që kanë marrë një suport, e kanë rifilluar këtë aktivitet, kanë pasur dhe shansin e mirë të takojnë ndonjë menaxher francez, italian, gjerman, dhe punimet e tyre të udhëtojnë jashtë kufive shqiptare. Është edhe ai paradoksi që francezi e pëlqen çik më shumë se shqiptari atë lloj punimi, por kryesorja tradita mbahet gjallë. Megjithatë është mirë edhe përderisa mbajnë gjallë nëse kanë edhe kujt me trashëgu, që ta përcjellin edhe presin e ardhshëm. Patjetër, sepse ishte vajza, deri diku mbesat përpiqeshin, por shkolla, jeta moderne e bën disi të distancohet. Unë e provova të zgjau një 2 herë vetëm, por e dorëzova sepse nuk ishte punë për mua, nuk isha mësuar me të. Megjithatë nëse punon një 2-3 ditë, besoj që do të bëhesh e gatshme për të sje. Është edhe çështje pasioni, por nuk e di çfarë po ndodh sot. E ndjekim. Sa po kemi ardhur në këtë punishte, një adresim që zanafillën e ka nga panajiri organizuar pak ditë më parë në qytetin e Shkodrës dhe jemi për të parë këto punime nga afër, por është mjeshtria e cila i ka duart e arta, zonja Drande, e cila do të na shpjegojë se me çfarë punimi kemi të bëjmë. Na pëlqen, është i bukur, por informacionin e kemi shumë të paktë. Përshëndetje zonja Drande. Përshëndetje. Jeni lodhur sot, si shkoi dita sot? Mirë. Lodhesh? Pak. O falderojmë edhe ju. Këto janë punimet e lashta. Në familjen tonë janë përdorur vazhdimisht, për shembull nuk kanë met edhe pse kanë kënë gjona si kanë met pak mrapan, ne si familje nuk i kena lënë. I kena trashëgu edhe kur kena martuar vajzat, edhe kur kena marrë nusat në shtëpi, edhe për dhe janë përdorur. Përdorur. E mban mend për shembull nëna jote e ka punuar? Ka punuar nëna jeme, ka punuar gjyshja. Gjyshja jo ka lënë hallat ne kanë lënë ne. Kam kënë 11 vjeç vetë në 77-ën kur ka vdeka ja. Por ajo ka kënë një grua fisnike, grua e më shumë se ka dek 87 vjeçe. Ku ka jetuar? Në Pult të Dukagjinit. Në Pult të Dukagjinit. Po. Dhe atje ka pasur, si quhet ky mjeti, emërtimi që ka? Ka pas të zjohe, Tezja. private për shembull, të cilët nuk janë kënë modernizuar si këta, po punën e kanë bën shumë të mirë, edhe në atë kohë. Familja jote ishte kështu e përmendur apo përgjithsisht në Pult e punonin gratë, kishin kështu si artizanat të vjetër të trashëguar? Domethënë aty ku jetoshim na, ka kanë edhe klimë shumë e ftoftë. Edhe kanë përdorur në atë fshat më shumë se kurkun. Tek Oda ka qenë e vjetër, si njëri ka, kulla e vjetër, ku në çfarë vendesh janë vendosur atje? Se dua të bëj atë afrimin për të mbritur deri te ditët tona që tashmë ka ndruar si koncepti. Aty në atë kohë kanë karriket për shembull se ato të ultat fare të vogla. Po, ulta. Si punë e kësaj si është këtu. Së gjadja e male, ka që madhe është vendosur atëherë në shtëpi? Është vendosur aty përparen, kanë vendos sofrën atëherë në maja kësaj. Burrat janë ullë ose në karrik ose janë ullë, kam qërtisht si kemë pa thonë në atë kohë. Rreth e roto sofrës. Po të dhomat e gjumit vendoseshin për shembull çifti që martoi. Në çfarë vendesh i vendos atëherë çifti që martoi? I kena qit maja. Më shumë se kur gjë. Edhe rrotull krevatit 2 copa të vogla aty ose 3, për shembull 3 anë të krevatit i kena shtruar.
Lëndën e parë e bënin gratë, e tirnin vetë apo e blenin atëherë? Jo, nuk është blenë atë kohë. Në atë kohë janë qithë delet, është laleshi, është shprish, është tirë, është ngjyros, është ba dy fish, është preje. E mbanë më sa bakti kanë patur? Mund të kemë po, dele këna pas, mund të kemë pas 40-50 kokra, shtëpiat e mlla kanë pas edhe 100 kokra. Për shembull, ku e martu unë kanë pas 100 kokra. Sot atje në pul ti përdorin apo jo? Pak. Shumë pak. Shumë pak. Për sajadja është punë shumë e mështirë. Nuk bëhet fjalë me kënë si qilimi si sajadja. Ka lodhje për këto se të tona këto, tufë si janë, të tona janë njështu si kjo, edhe të tona vendosen atje. Unë jam shumë e sigurt se kur erdhe nga pulti, sa ko ke në Shkodër? Qyshën 73-shin. Sa ko, ka shumë ko që ka ardhur. Jam shumë e sigurt që ti nuk e di e fare që do vinte një ditë që të kesh një punishte kaq këndshme, të bësh modele kaq të bukura. Çfarë ndodhi që filloi dhe një herë interesi dhe ti u riktheve se tradite e për fat të mirë nuk e harrove fare? Me fol drejtën, nina ka një mollë qendra e gruas. Lypen një grua 2 vjetër me punue, vajza me punon me qenën e ty në atyre, më thotë mama, po vjen, thotë 2-3 ditë sa me mësu në grua 3 ashtu. Hojtë si po vi moj mamë. Ja filluame me i palë të zjohen ashtu se të zjohet ishin 2 vjetra, si kanë kenë, edhe na ka dhënë shtyrje shumë të mirë për me ecë për parën edhe qenëra e gruas. Pra, në qoftë se ti dikur e nise thjesht për trajnuar për 2-3 ditë disa treja, sot ti i ke marrë të trejat, i ke punësuar dhe ke ndërtuar punishten tënde. Kena punësue, kur kena kërkesa, kena shumë punëtore, me folë drejten. Qartë, to kërkesa më shumë nga vinë? Na vinë nga Franca. Sa më pëlqen kur e thua kështu nga Franca, se ne kemi dëgjuar gjithmonë vetëm për tregun këtu vendas, por ja nga Franca. Ne nga Franca ka ardhur një supermarket si është atje, në qendër të gruas, edhe ajo është interesua, është tidhë me ne dhe vazhdimisht kena punu me ta. Ajo na i ka quë në Amerikë, si që pova. Pra i bën më pas shpërndarjen. Këto preferon edhe në Francë, edhe në Amerikë dhe... Edhe në Itali. Kjo është punëtoria e re që ka ardhur këtu? Po. Emri jot? Gjustina. 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 Sa ko ke që ka ardhur Gjustina këtu? 2 javë. 2 javë. E dje më përpara apo je në fazën e marrjes së mësimeve? Jatë në fazën e mësimeve. Fazën e mësimeve se të ka qelluar edhe le themi që të thoj za makineria më e vogël ndoshta edhe mund të eksperimentosh disi. Po. E keme dëshirë? Po. Ishe pa punë para se të vije këtu? Po. Dhe shikon se një mundësi punësimi, apo jo? Po, patjetër. Ke familjen tënde? Po. E martuar? Martuar, kanë 2 vajza. Okej. Ka pak lodhi se të duke 2 javë të para, se kur shkon në shtëpi kërkon pasaj të relaksosh. Pa i fije. Do të mësosh. Mirë, tash bën këta, masani duhet që niset e të bëhet si peshe këtu. Që di se si për pastaj. Po, e cope e bardh, bën këtu se i bëjmë çanta për francezë. Materialin nga i merrni? Materialin? Lanën e parë marrim nga Beroti, nga Vlora, nga ku mujmë me zonë. Po pse ato 100 delet atje në pul nuk prodhojnë më? Kanë ik ato. S'kujdeset më kush për to. Pra ata kanë mundësi që të furnizojnë në veriun me lëndën e parë që faktikisht duhet e kishim marrë këtu, po ja nga paradokse shqiptare. Si për lëndë të parë na kishim marrë këtu, po nuk kena makineri. Këtu për shembull bëhen tapetat. Dhe bëhen në formë sajades, po bëhen me 2-3 punime. Bëhet edhe me punë sajade, bëhet edhe me punë qylim, si eshe këtu. Kjo është puna qylimit, kjo është puna sajades. Atje në mes të jetë ajo mangësia e pa mushune që niset. Shumë që keni vizatuar si për pemëve modelin. Dhe pasaj tregojt kujdes me ngjyrat shumë të këndshme. I ngjyrosi vetë apo vinë të gatshme? Jo, i ngjyrosim vetë ngjyrat. Ngjyrat i ngjyrosi vetë. Ky është jastek dekorativ, si lypin të Francë. Edhe prej pamjet këtij,
prej fotografisë atje, a i del këtu tu e këshyrë punëtori. Pra, kemi këto dy modele, që vjen modeli nga Franca, u asidhin përmes emaili dhe ju e printoni dhe zmadhoni, më pas bëhet realizimi duke e vizatuar si për penjve, në varësi edhe të modeli që ju kanë sjell, dhe shisa mrekullueshme del kjo, e jashtëzakonshme. Sa kohë duhet për realizimin e kësaj? Kësaj duhen 5 ditë. 5 ditë për realizimin e kësaj? 5 ditë. Okej, kjo do thotë që ka një kosto sa? Ka një kosto prej afër 80.000. Nuk bëhet fjalë për shembull më thënë se për sa prollohet. Për sa prollohet i thuhet për sa prollohet për shembull kur e ke të përgatitur në të gatshëm, se tu ja filluat duhet me filluat tek leshi hena, silohet, pastaj shprishet. Vënohet në makineria, në furka, edhe duhet bëhet pe. Këtu janë ngjyrat e penit, si do të përqendrohesh në to, në cilat ngjyra lyp presoni si i kërkon. Këtu është punëtoria tjetër si i ban 3 fish, prej pe, për shembull, si të urën pe u ngjyrosen, erdhën dolën këtu dhe i ban punëtoria 3 fish aty. Këtu aty na duhet lahen prap përsëri. Do të kalohet atër të enja. Që punëtoria ka i vënën të zja. Këtu, edhe këtu. Bëhet dizenjimi? Dizenimin e ti. Këtu tash janë fotografisë si kanë dalë punimet tona. Dhe në realizimin e tyre. Vështirësor është sot të gjesh punëtore që e din të zjanë? Për zotën me vështirësi bo dhe gjej punëtore që janë shumë shtirë. Është shumë zorë me ba ditën e punës punëtoria, me këtë punë sa shumë punë e mështirë. Dhe me thoni, thonë artizanat, edhe tamam artist është ai si punën në ta. Sa ko ke që punon këtu? 2 muaj. 2 muaj. E ti më përpara po e mësove këtu? Këto e kam mësu. Ja ke marrë dorën? E krahason vete me ditën e parë që erdhe dhe tani? Ja, se ditën e parë se tani më mirë tani. Do është më mirë. Ti vetë nuse je nga? Prej planit. Po këtë që ke? Kjo është për të krehur flogët. Jo, kjo është për hapjen e fijeve, apo e përdor ndonjëherë apo jo? Kur nuk na rrash pazza kjo, e rrahim me këtë. Okej, pra kur nuk e shumë përdor atë këtë mjetin kështu. Është e lodhshëm, nuk e di, krahët e tu si janë? Po, fillimisht ishte e lodhshëm, na u lëm të shkënkrah, tani e na mësuam. Po kur e shikon modelin e realizuar në fund pra që e nis nga zeroja, shikon këto e kalon tak çdo ditë rritet. Si ndihesh pasaj? Si ndihesh? Patjetër e atë kënaqësinë, shikon kështu me krenari se e ke punuar ti me duart e tua. Po, patjetër. Shoh që ka motive shumë romantike dhe jo klasike, për shembull e dizenjove tona me këto trekëndshat apo forma gjeometrike. Thjesht është një gusto që vjen përmes emaileve nga Franca e ju pastaj i realizoni. Edhe nga Italia. Po si të duket tregu vendas? Karshi tregut huaj. Të duket që ka interesim te tregu vendas apo nuk e njohin, nuk ja din vlerën? Nuk mund të them se nuk ja din vlerën. Vlerën ja din shumë, po fije pak, si me thone, kanë në mështirë me i ble. Me rrogat. Me rrogat tona. Me rrogat tona. Për shembull, ja sa është çmimi i kësaj këtu dhe cilat janë përmasat e këtij tapeti që ndodhemi? Ky është 1,30 me 1,5. Edhe pa 120.000. 120.000 lekë. Po tash me folë drejtën janë kthye shumë prej këtij punimit. Po i herë për i herë ka kënë, si me thonë, me përparume. Ata si kanë ble, po tash ja din vlerën. Kjo është edhe higjienike, lahet me kollaj, apo jo? Ma kollaj. Është e butë dhe e rehatshme për këmbën? Shumë e mirë, është e shëndosht. Dhe pa llogaritur që është rikthyer edhe një herë moda për punimet artizanale të vjetra dhe një herë njerëzit kanë filluar t'i pëlqejnë këto lloj punimesh. Po, është shumë e saktë.
A ka këto dhe punime që i përshtaten dhe stinës së verë, sepse po shikoj këto dhe po ndjej një dimër shumë të ngrohtë afër meje. A ka dhe për verë punime që mund të jenë pak më të holla, më të përshtatshme për dhomat? Ko. Siç ishte rasti i kësaj këtu, e hollë dhe ajo. Pra kemi dhe kësaj për shembull, kjo është tash 50 vjet nuk është bon, as nuk bëhen tonë shqipnive të më bëjmë na. Sa gjë veçantë? Kjo është siç kanë kënë dikur mlojësat, si kanë mluar fëmin. Duhet që kanë pa thonë si kanë pa qitë porën e mrapan më kërku kualit e vetë njerëzit e njështu si kanë pa përdorë, si përdorën së çantat janë kanë përdorë këto. Edhe janë përdorë, këto ka drejtë edhe më përdorë për maja divanave për shembull, se janë shumë të lehta, shumë më ula shumë. Kujt ja përcjell në familje këtë lloj profesioni? Kujt ja ki përcjell në familje? Në familje kam 2 vajzat, si ata kanë shkollën të dyja. Pra janë të punësuara diku tjetër, domethënë. Janë të punësuar se kanë bërë shkollën të dyja. Po që kur vin këtu ndonjë fundjavë, mund të ulen edhe të punojnë diçka. Pra e din si profesion. Po me pas nevojë janë të gatshme për çdo gjë si ka të zjohin ta për me përgatit. Të uroj që ta trashëgosh këtë lloj mjeshtërie dhe kjo të mos humbas asnjëherë, sepse ndjem kënaqësi kur tradita ringjallet sërish në të mirë edhe të klientit, po në të mirë edhe të identitetit ton, sepse jo vetëm pulti e ka përdorur, po tashmë ta përdorin dhe shkëdranët. Edhe ulçinakët që janë duke na ndjekur. Po edhe ata e kanë përdorur, Kosova e ka përdorur me shumicë. E po tash nga të zjahi kalojmë tek diçka tjetër. Besoj që gatimi të pëlqeu sot? Po patjetër, dhe kur lodhe shumë, mezi që pret njeriu që të vi dregat dhe sot me të vërtet kemi provuar diçka fantastike atje ku më ke çuar. Nuk e di nëse do të ketë gjithmonë restorante, sa herë që vi këtu. Patjetër që do të ketë. Okej, pra fundjavën e kaloj mirë në Ulqinon. Patjetër ne jemi mik Prica. Patjetër. Kësaj radhe besoj që gatimi i zotëri Mujo Krajës kanë pëlqyer shumë si që ishte specialiteti i hotelit mediteran, po ashtu edhe ajo gjedha tradicionale e detarve, gjë që është hera parë që e kam dëgjuar adhon dhe megjithatë e kam shijuar, por më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë edhe besoj që edhe ambiset tjera do të provojnë edhe t'i gatuajnë këtë jo vetëm ne këtu në Ulqin, por edhe në Shkodër, pse jo. Ti vetë e ke shiju, e ke pasur çfarë shije kishte. Nuk ishte shumë e thjeshtë për të bërë, prandaj unë do i këshilloj edhe gjithë ato teleshikuese femra, po pse jo dhe meshkujt, çfarë të keq që ka gatuajnë dhe meshkujt, një letër dhe një laps përpara dhe filloni dhe i shkruani ato gjëra, sepse nuk është vetëm me 2-3 gjëra, po është një listë e tërë gjërash. Kishte një kosto, por ama gatimi ishte perfekt. Kozeta me siguri që e ka marrë mend. Jo, do e rishikoj edhe unë bashkë me ju në këtë moment dhe pastaj do e gatuaj ndoshta nesër. Atëherë ndjekim materialin e radhës i cili vjen nga Ulqini, pikërisht nga hoteli mediteran, se çfarë kemi gatuar unë e Kozeta së bashku me zotëri Mujën dhe Demiri. Dhe ja pra të ndëruar teleshikues, pra si në Ulqin po ashtu edhe në Shkodër, mirë se vini në emisionin ton tashmë të njohur, mirë se vini, unë dhe Kozeta së bashku jemi sot në hotelin mediteran, kësaj radhe do të përgatisim gjellra tradicionale, të cilat pak që ju pëlqejnë dhe do të provoni dhe t'i bëni dhe t'i shijoni pse jo. Këtu pranë meje kam një gjellbërës i cili tashmë ka rreth 40 vjet përvojë pune. Mund të quajmë që ka punuar që në kohën e Titos pra. Do të thotë që nuk është një përvojë e paktë, por është jashtëzakonisht e madhe. Atëherë zotëri Kraja, çfarë mund të na thoni në lidhje me përvojën tuaj të punës, që kur keni filluar dhe çfarë zanati është kënd përgjithësi? Sparit ju përshëndes, ju edhe zonjën Kozeta, kjo është? Kozeta. Zonjën Kozeta, edhe u dëshiroj çdo të mirë, mëndaj edhe çdo u dëshiroj suksesin në punë t'juja. Unë kam fillu diku me punu në qysh në vitin 65, 66 kam shku në hotelin Galep, kam fillu si kuzhinier, kam punu 2 vjet si kuzhinier me kuzhinier tjerë. Mas 2 vjetve kam shku në specializim në
Beograd, në shkollën e naltë turizmit, në ishtë qujtë atje shkolla turistike Golf, Koshotnjak, Golf Klub. Mas asaj 2 vjeqaresh që kam kryt naltën atje, jam këthy prep përsëri edhe jam punësu si ku se shëpë në hotelin Galep. Kam punu aty edhe vazhdu punën, një kohë gjatë, më naj, sa kena pujt me dhonë kontributin tonë, në atë nërën sa kena ditë edhe kena pas prevoj punët, a më noj që kena pas dhe sa kena më rritë me shërby edhe marshallin Tito, edhe ka qenë edhe kryetari Asinjeri Mau Bandaranajke e Indis, edhe atë kena më rritë me i pregadit. Me të preferuar atë të ish presidentit pra Tito? Ish presidentit e Titos ka kënë Plumbat, ata kanë kënë me Bajama, me Bajama dhe Lejthia, me Badema, me Lejthia, kanë kënë ata, edhe kanë kënë një pulesh të ri, diko nuk i kanë pas ma tepër pëse belat, diko më thanë se 2 javë. Ata i kena gjithë katon, i kena pru, i kena regullu, e kanë pas ata dhe kuzhinjerin e vetë, mada aj paka shumë vetëm sa ka, asit nuk në ishë përzi. Unë mëndaj me ekipen që i kena pas, i kena dalë në kryu asaj, ka kënë diko rrëth me gjithë përci. E kështu që 2 shka kena që e kena pritë dhe e kena përcil, e ka dalë i knasë. Do të t'i kanë pëlqyer edhe ato gatimet se ty i keni bërë, përse ka pas më vetë kuzhinjerin. Kuzhinjerin e vetë, aj hyç nuk ashtë përzi mëndaj në punë dhe nuk ka pas. Aj shë nevoj se me një herën e ka vërejtë për shumë në mund në me i dalë asaj punë në kry. Êshtë kënaqësi të gatuash? Po, më të regu dhejtë, është kënaqësi dëresa për shumë edhe këtë gjahë, e kam mojtë 40 sa vjetësh për dajë atë gjahë, kënaqësi ishtë. Gjithatë bashkëshortja juaj do t'jetë me fat, apo jo? Në shtëpi është lësuar punë? është lësu, po ja shumë të shtëpia. Mas të epri më najsë më ka taku edhe më punu të shtëpia shumë, se kam kënë i angazhum, se aji hotel ka punu dimën verë, hoteli Galeb, edhe kështu që mas të epri kam kënë i angazhum atje se sa të shtëpia. Atëherë, sot, çfarë do të gatuajmë? Sot më në me gatu një 2 gjellë, ata paka shumë një tradicionale janë, dolçinit, mënaj, na e kena ba si një gjellë të hotelit tonë të Mediteranit, edhe njëna ishtë zëdnia, mënaj, është mish i detarve, një gjellë e vjetër, e origin të Sinakë, por që e kanë marrë detartë me vedi. Marrë këj mish i përgatiton që i mënaj një kohë gjatë, edhe është një gjellë vjetër, por që paka shumë silet alla në për shpia dikosh e përgatit, edhe do i kjo është një specialitet. Unë bile jam kuriose të di se cila është ajo gjë dhe detarve të të kanë marrë me vetë dhe kanë nëjë shumë frigorifer me pa frigorifer, ishtë një gjatë që është 2 jave, 3 jave, ka nëjë një kohë gjatë. Sigurit që ka pas të vaje ufo. Ka pas voje, ka pas hudra. Paka shumë, a i mish zi njërë, mish i zi. Gjatë kohë që është zi, me erza krypën e ka pasën atë kohë të marrë, vetëm dhjetë që një kryp i fje biber, kanë marrë dhe erza të shpis që kanë pas, rozmarin, bosilak, frisligen, edhe gjathëlarit. Mirë po, kur është zi, ishë marrë është dze vojulline, kështë kry, ishë prejnë copa, ishë fërgun vajullinit, në atë vajullinit kanë helë qepen, hudrën, ina për merë, po atësh gjatë përgatitjes. Kam një për gjathëlarit mi qitë gjellënash. Gjatë dafinet, gjathëlarit, gjatë dafinet. Por me qitë edhe gjatë fisligenit? Pa gjatë fisligenit edhe kjo është specifik. Të na paka shumë kena marrë se fisligeni është si aromë. Aromë për me largu mushkajat. Po fisligeni ka... Këtë në fali, ishtë fisligeni ma stepi që përdohet për ta pasta, për ta ishte ty që po në fisligeni stamollet. Është gjatë matë. Mirë po, pak të na është në kuzhinë tonë shumë aromë e ramë. Mirë po, por kuzhina italiane e ka gjanë këtë bazë për çdo pastë,
për çdo mish, për çdo peshk, për çdo specialitet si e përdor, në për shumë kuzhinë italiane ke ki si keni. Në qoftë se unë hy në një shtëpi ulçinake, është ora 1 drekës kur po gatuhet. Unë derën, aroma e parë që do më vi cila është. Aroma parë. Aroma parë. Pra çfarë erëzash përdore më shumë që unë ta di, kam hyrë në një familje ulçinake, sepse ka këtë aromë. Cila është ajo? Aja pak a shumë, pak i kena erzat, i kena këta, si u qute, rozmarinën, Jelarit është e dyta. Ashtë. Tek unë është magnosi i parë. Shtëpia jote? Piper e parë tek unë. Atër? Tana erzat çka ulçini është vend specifik se ka përmi 14 lloj erzave që gjenden në këtë terren të parë. Qartë. Thonë disa teleshikues, kemi origjinë turke, është e vërtet apo jo? Apo kemi origjinë ulçinake shqiptare, do e them ndryshe? Na kena origjinë shqiptare, por kuzhina orientale ka dominuto. Ka dominuto. Po ne jemi shqiptarë një radhë parë, pastaj ato piperi burr tani s'ta bën domë, mirë na. Orientalizmi ka dominuar çdo punë, jo vetëm këtu tek ne, por edhe. Ai në për kuzhina ka të shumë kuzhina në Ballkan, po thonë edhe në për shumë kuzhina Ballkan ti e ke kuzhinë. Ai nuk vetëm në Ballkan, po edhe në Evropë ke kuzhinën orientale si ka marrë. Qartë. Mua më ka marrë shumë uria. Tash po fillojmë apo jo? Besojmë që do t'ja fillojmë më një herën, gatimet. Punoj apo unë jam mysafire, nuk më takon. Ti rref. Do të shikoj. Do t'ja shikoj, pak kurajo, pak. Sa fjalë të ëmbla aty dhe e kam rregulluar. Është biçi. Edhe çnjom, do të jetë njom. Prej korrizit pak a shumë. Klipim i fije. E biberosim pak. Edhe lanë që të rinë i fjet të betojnë krypa nesh. Marim tash në vend këtë dhe të zihet, për pare dhe të zihet, të nxeren, edhe ujin e zetë. Isaj, në këtë ujin e zetë, kjavim krip, biber, pak rozmarin gut, një tërë pudre, cepën më. Edhe gjatë dhafina. Edhe karotë. Karotë. Qepë. Ashtë shumë. Dërsa për mishin e detarve, marrë vojën në dhejë, kështë një vojë në dhejë. Kemi si përimet të zi 35 minuta. Se mishi ishtë një bie që nuk ka nevojë të jetë shumë, ndërsa edhe dhe të futet në furrë dhe të piqet në pjesë. Masë reale, të masë. Ndërsa gjellën tjetër e karakterizon se kjo bëhet ai ky është mish i shterë i zi. Pra muzi shumë pak për mish tash. Ky parafësisht diku është ka qef në ndan pak a shumë. Jo kesh për stall, kështu gjithë gjysoret, me siguri. Pena 25 minuta ashtu deri në gjysoret, se masana i vjen me masë royale, piqet në fund, atje të çelën një kohë. Ata 100% aty piqet nga edhe vjen tamam sigurisht
Ky është mishi, stame i mishi në shtjerës, i zi, i cili tash e presim ne rrypat. Pret jonë këtë kamerë në kamerën e punër, mesin muskujt. Mesin që më hanë edhe premja ati është ma e mirë. Ky i kry posën, i buderosën, të marë, gjatë ziljes, që me jakonzin, ekzistan mundësia që ju të pak ka shumë të shmbelana dhe te i kalom atë kohen, por ju të të më duru pak. Jo, ne mjafton që të bane mirë të shijuar pastaj, durojmë çdo gjë. Marrim edhe qepet. Se u them se e shpete. Marrim edhe për saj. Voi ishtë në zemë, manit i fje krip dhe biber, hidhin mishin, një gjaklarit, Kohëzgjatja gjithë këtyre dy gjedrave ishte për afërsisht as 60 minuta, jo? Jo. Diku rrëth 40-50 minuta, maksimum që mundë me kënë. 40 minuta ka... është gati. Gati. Kjo do të duket kështu, edhe kështu servohet, apo? Kështu duket, kështu servohet, në mundë të tesh edhe mi qitë edhe në pjata për servim aty. Mu pa duken bukur. Për tash si janë më hangër. Edhe si shije, sepse ne ishim dëshmitarë të sa asortimenteve që janë hedhur brenda, kështu që dashur pa dashur dhe për gjithë teleshikuesit pritet rezultati se si do të jetë. Mua nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm në emër të gjithë teleshikuesve që janë duke na ndjekur, ju lumshin duar që keni bërë këtë gatim kaq të mirë dhe me padurimi më të madh presim që ta shijojmë. Faleminderit së bashku gjithë dhe juve, edhe stafit juaj. Faleminderit. Faleminderit shumë. Mos të harrojmë që këtu kemi edhe një pogaç. E cila në siguri që do të... Meriton edhe ja. E ka të vetën, zoja e ka pregadit. Pregadit të marrë është një pogaç tradicionale. Tradicionale dhe kjo.
Paka shumë ju thotë edhe ju që Është shumë e shijshme. Bile unë e pregatis shpesh. Dhe është shumë e shijshme. Kja është pogaça yjet. Po, zvezdit se si thëmë. Tamam. Dore mirë që ka vonë, unë djetë se nuk ka komentare. Po du të thotë që këtu në Mediteran gjithë janë yje. Paka shumë, jo të gjithë, por yje disa... Mujo ti e yll, Jo, se e bosh. Vjetër e jesi me Do të që ti e ylli Mediteran. Vjetë, që e ylli maj madhi. Mua më përqiu kjo, se duke qenë dhe që është kapo shef, që të Tamam quaj zhjela, kështu, tam jashtë të që. ka një të mirë, sepse profesionin atë që di, ju a jep edhe juve. Se zakonisht shefat nuk e tregojnë shumë kollaj mjeshtrinë e tyre. Gjësa ti nuk mbanë asgjë rezervë. Jo, s'moj kur gjon, kështu që e kon mësu, e mësojnë edhe më gjatë, edhe kon mësu edhe përpara më ndaj, kon kanë disa generacione që i kanë mësu edhe në kalo 3, 4, 5, por se fatkeqësisht që në këtë profesion shumë pak kena kuzhinjer. Qartë. Kështu që shqyqyr që ju kemi, shqyqyr që jep një këtë mjeshtri edhe tek brezat pasues. Faleminderit. Edhe atë me pusqeshje, bile. Faleminderit. Tu qesh këtë kohën. Besoj që me i herë mund të fillojmë Iliriane, sepse unë mezi që kam pritur këtë moment edhe duhet të shijoj kuzhinën tradicionale të Ulqinit. E besoj që do të shijoj mirë, do të vi që herën tjetër, kur të vish, sërish të kërkosh të vish këtu ta provosh edhe një herë këtë specialitetin e hotelit Mediteran, që të ashtu edhe gjellën e detarëve të cilët... Gjellën e detarëve, se dhe emrin e ka shumë veçantë. Atë pak më vonë. Unë do e provoj këtë mirë pra ty. Më vjen keq për të gjithë ju shkodran që për momentin do të besoni vetëm fjalën time, por gjithë kuzhina dhe gjithë procesi tashmë ka folur. Po një vend ishte mirë. Shumë ishte mirë. E po më duket shumë shpejtës kjo kohë. Patjetër. Apo më duket mu. Sidomos kur Kurreshtja është shumë e madhe për të ditur ulqinakët për shkodranët dhe shkodranët për ulqinakët. Besoj që kena bërë një punë të mirë. Edhe besoj që do të vazhdoj edhe më tej, kështu duke sjellur këto risina të ndryshme, kultura të ndryshme, edhe përballje të ndryshme ndërmjet dy kulturave, edhe pse pak a shumë nuk ndryshojmë. Jemi pak a shumë të ngjashëm. Kemi një të përbashkët, që fillon që nga historia, që nga mënyrat e jetesës, por kemi dhe dallime të vogla specifike që janë këndshëm të dihet dhe të shuhet kjo Kurreshtja. Mua më erdhi mirë sot në Ulqin që gjithmonë kam takuar njerëz që e kanë ndjekur emisionin dhe kjo më ka dhënë zemër për të punuar edhe më shumë, për sjellë gjëra që besoj do të pëlqejnë nga dy krahët e kufirit. Besoj dhe shpresoj që shikuesit tanë me padurim do të presin edhe tejtën e ardhshme këtu në Ulqin, e besoj që shikuesit nga Shkodra të premten, i cili transmetohet në TV1 Channel pranore 21, dhe gjithsesi. Ne këtu e mbyllim për sot, sepse është Iliriana ajo që do vinë në Shkodër dhe do bëhet gati për udhëtimin e radhës. E besoj që do të më presin gjëra interesante dhe atje, të cilat me siguri që do i shijoj deri në maksimum, dhe sepse kultura dhe historia, gjërat e tjera më entuziazmojnë gjithmonë. Mjafton ta dua Shkodrën se patjetër do të pëlqejnë edhe ato surpriza që do mendojmë dhe organizojmë si staf, për të pritur ty edhe kushdo tjetër që vjen nga televizioni Teuta, por ftesa mbetet e hapur për gjithë ulqinakët edhe ata që ndoshta e kanë lënë për më vonë për ta parë Shkodrën, po jemi shumë afër. Atëherë, ta mbyllim këtu, duke i përshëndetur të gjithë si në Ulqin, në anë të Malit, Kraj, Malsi, Shkodër, edhe një pjesë tjetër e Shqipënisë, duke mos harruar asnjëherë edhe bashkëdhëtarët tanë në Amerikë dhe Kanada, të cilët na ndjekin nëpërmes TV Alp, një paku TV Alp e cila gjithmonë i fton bashkëdhëtarët që janë më afër vendtingjes. Pra, misioni im shikohet edhe më tej. Edhe gjithsesi që do të mundohemi që të plotësojmë dëshirat e gjithëve duke sjellë materialet nga më të ndryshme.
Patjetër. Atëherë ju lëm në shoqërinë e programeve të këtij televizioni dhe të TV1 Channel. Shihemi në Shkodër. Natën e mirë. Firma Ecoal 15 vite me ju ofron një gamë të gjëra asortimentesh të aluminit, PVC, parmakve, veranda e shumë prodhimeve të tjera. Ofrojmë sistemin kombi prej profileve PVC Salamander, prodhim gjerman, cilësi e veçantë është termoizolimi, dhe rrëshqitse 3 kapakshe dhe profileve M450 me termoizolim. Xham kundër rrezëve të diellit dhe veçantia e saj është jo limit në përmasa. Dritare 2 kapakshe me roletna dhe me grilla, dyer paneli dhe klasik. Lloje të ndryshme të parmakve për balkon dhe shkallë, shitje me shumicë të gjitha profileve, paneleve dhe materialeve për parmak. Realizojnë punime ndërtimore, qelësi në dorë. Një ekip nga 30 punëtor realizojnë me cilësi të gjitha porositë e klientave. Ejani dhe binduni, Ecoal Ulqin. Grand Hotel Europa, një nga perlat e Shkodrës. Mallështia e të krijuarit, bazuar në art dhe shije. Përfshihesh nga iluzioni i të mbretëruarit, që nga një kafe thjeshte e deri në një akomodim klas. Dashurohesh me kuzhinën tradicionale, por edhe ato italiane, e pastaj mund të përfundosh në martesë. Gjithmonë ardha për herë të parë, jo shet nga një herë e dytë. Pishin, fitness, sauna e mëtej në verandë ku të presin miqt. Një jetë aktive në 8 katët e godinës mallështore. Në Grand Hotel Europa, klienti është mbret. I jepini mundësinë vetes për të mbretëruar në vendin më të bukur të qytetit tonë. Dallgët e lehta të Adriatikut i vijnë pranë, natyra e gjelbër dhe virgjëre rrethon. Velipoja Grand Europa Resort. Sipërfaqe 4.4 hektar, projekti madhështor, ka përkëdhelur setrën e shqiptarëve duke i bërë konkurrencë tregut evropian. Multifunksional, një qytet parajse, hotele, villa, apartamente, pishina, bare, restorante, mjedise të këndshme pushime për të gjitha sportet. Investimi i Gjenis SHPK, më i madh i 20 viteve të fundit. Dimensionet kalojnë çdo imagjinat. Qetësi, argëtim, variacion, por edhe standarde maksimale. Gjithmonë të parët bëjnë zgjedhjen më të mirë. Velipoja Grand Europa Resort, aty ku natyra të privilegjon dhe dora njeriu të mrekullon. Shëndeti fëmijës parësor për çdo prindër. E kjo nis nga një ushqyerje me vlera dhe të sigurt. Unë ndihe mirë teksa shovoglushen të rritet. Produktet e mrekullueshme të fabrikës Servis janë pjesë e përditshmërisë së tavolinës sonë. Tani voglushja ime po mendon edhe për miqtë e saj. Me ndihmën e një teknologjie që ndërthuret me tradicionalen, ne ruajmë vlerat dhe cilësitë natyrale të qumshtit. Dhe nga një staf i kualifikuar, ne marrim produkte shumë cilësore. Shijoni produktet e fabrikës së përpunimit të qumshit Ervis, produkte cilësore, natyrale dhe të shëndetshme.